Pas fjalëve që tha zoti kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vete, e lirë dhe e mosvarme. Një burr nga Vlora mori një vendim historik. Ismail Qemali mblodhi përfaqësues nga gjitha trevat shqiptare dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë, duke krijuar për të parë një shtet shqiptar të njohur ndërkombëtarisht. Në një kohë pa sigurie totale, ai diti të veprojë me diplomaci. Vëllezër e motra, bijtë e mi, do t'ju rrëfej një të fshehtë. Shokët e mi të udhës e të havëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më fakë. E ruanja në zemër këtë të fshehtë, jo për vetë, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundon. Ato të rrinin valë, të ngrinin flamurin në 28 nëntor, ju do të pyesni ç'bëri 28-a, ç'bëri 30-a. Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor të motit 1443, Skënderbeu ngriti në krujë flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur